Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutem Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin të na falë gjunat dhe gabimet tona, dhe lutem Allahun Azza wa Jall të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Të dashur vëllezër, ne besojmë besim të sigurt që atë njeri që Allah I madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humb atë nga ajo rrugë, nga rruga e drejtë, dhe atë njeri që Allah I madhëruar e devijoi dhe humbi nga rruga e drejtë, për shkak të punës së tij të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë atë në rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu Azza wa Jall, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Të dashur vëllezër, në vazhdimsinë tonë të mësimit mujor që kemi, jemi në zinxhirin e mësimeve të shpjegimit të librit Mirësitë të mirat e Islamit. Shpjegimin e librit të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab me titull Mirësitë dhe të mirat e Islamit, e fesë islame. Në të libër lexuesi kupton dhe mëson mirësitë dhe vlerat dhe të mirat që ka kjo fe, e cila është zbritur nga Allahu I madhëruar, dhe mirësitë dhe vlerat dhe të mirat që kanë pasuesit e kësaj feje, muslimanët. Sepse kjo fe është zbritur për t'u zbatuar dhe është garant për ta shpëtuar njeriu nga humbja, nga shkatërrimi, nga devijimi, nga e keqja e ignorancës, nga e keqja e epshit që e thret njeriu në të keqe, nga e keqja e nefsit të njeriu që është krijuar natyrën e tij ta thrasi në të keqen, nga keqja e dyshimeve në fe. Pra, kjo fe ka ardhur për ta ruajtur njeriu nga humbja, nga çdo lloj humbje, dhe për t'i siguruar atij shpëtimin, fitoren, shpërblimin e mirë, kënaqësinë Allahut Azza wa Jall. Allahu na bëf prej atyre që janë pasues të vërtetë të kësaj feje, fesë Allahut të madhëruar, fen që Allahu I madhëruar e ka zbritur për çdo popull, normalisht çdo profeti që ka kaluar më parë. Të dashur vëllezër, përmendëm në mësimin e kaluar, çdo të thotë mirësitë dhe të mirat e Islamit. Çfarë ne kuptojmë me të mirat dhe mirësitë e Islamit? Dhe filluam të shpjegonim disa aspekte të ndryshme që ne arrim të kuptojmë të mirat dhe vlerat dhe mirësitë e kësaj feje. Dhe kur përmendim të mirat dhe mirësitë e kësaj feje, kemi për qëllim të mirat dhe mirësitë që Allahu ka premtuar për pasuesit e kësaj feje hyjnore. Fesë së vetme që Allahu e pranon dhe është I kënaqur me të. Fen që Allahu e zgjodhi, fen islame, që do thotë nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj krijuesit në adhurim, ndaj Zotit të vërtet, ndaj Allahut të madhëruar, duke u larguar nga çdo lloj idhujtarie
nga çdo lloj besimi të kot, nga çdo lloj paganizmi, njësues të krijuesit në adhurim dhe në besim. Morëm çështën e katërt, folëm që ai i cili ka besuar tek Allahu me bindje të vërtet, të plot, të sigurt, dhe është nështruar Zotit madhështor, Allahu i madhëruar do ta ruajë atë nga çdo devijim dhe nga dyshimet që hedhin armiqtë e Islamit. Ai do jetë në të qartën, në të vërtetën, dhe Allahu do t'ja bëjë të qartë atij se shkërkon Allahu prej tij, prej adhurimit, prej punëve të mira, çfarë kërkon Allahu prej tij, prej dispozitave, prej asaj që Allahu ka lejuar ose ka ndaluar. Çështja e pestë, përmend autori dhe thot, një nga aspektet që ne prekim dhe vërejmë dhe ndjejmë mirësitë e shumta dhe të mirat e shumta të kësaj feje, është që ai që i friksohet Allahut madhëruar, ai që i friksohet, i ruhet kufive të Allahut madhëruar, ka devotshmëri, ka takua, i ruhet dënimit të Allahut, duke bërë detyrat që Allahu ka bërë detyrë, duke ju përmbajtur, duke u ndaluar nga haramet, dhe ka hyrë në Islam plotësisht, e ka pranuar Islamin plotësisht, e zbaton Islamin plotësisht dhe jo pjesërisht, dhe jo vetëm atë që ja pëlqen ëndja e tij, por se i nënshtruar dhe i dorëzuar plotësisht, Allahu i madhëruar do t'i japi atij dy fish nga mëshira dhe falja e tij. Nëse Allahu i madhëruar mëshiron me mëshirën e tij dhe fal me falën e tij çdo besimtar, dhe ato të cilët neglizhojnë dhe janë thelluar në gjunahe, të zhytë në gjunahe, i fal dhe i mëshiron. I fal, i mëshiron kur ata kërkojnë falje, i fal, i mëshiron kur ata punojnë një punë të mirë, i fal, i mëshiron për besimin që ata kanë në zemrat e tyre, por se mëshira dhe falja e tij është e dyfisht për ata të cilët ruhen, e përmbajnë veten e tyre nga gjunahet dhe i zbatojnë detyrat. Mëshira dhe falja e Allahut për atë është e dyfisht. Jo vetëm kaq, por se Allahu i ka premtuar robëve të tij të devotshëm, tyre njerëzve, kësaj kategorie, kësaj shkallë, se do t'i japi atyre dritë, do t'ja ndriçoj rrugën e tyre. Dritë e cila largon errësirat e dyshimeve, errësirat e ndryshme. Arrin të dalloj të mirën nga e keqja, arrin të dalloj të kotën nga e vërteta. Errësirat e dyshimeve dhe errësirat e epsheve. Këto errësira, të cilat nëse e zaptojnë zemrën, janë shkak për devijimin e kësaj zemre. Dhe Allahu i jep garant dhe siguron atë që i ruhet kufive të Allahut, atë që është i devotshëm, se do ta ruaj nga devijimi dhe nga humbja. Dhe do t'ia shtoj udhëzimin. Dhe do t'i japi mundësi të shikoj
me dritën e Allahut Azza wa Jall. Të dashur vëllezër, thot Allahu Azza wa Jall në hadithin kutsi, hadith shumë i bukur, çdo njeri për ju është i humbur, përveç atij i cili unë udhësova. Është në hadithi se kush për ju është i uritur, përveç atij që unë ushqeva. Çdo kush për ju është i zhveshur, përveç atij që unë e vesha. Çdo kush për ju është i humbur, përveç atij që unë e udhëzova në rrugën e drejtë. Ky udhëzim shtohet nëse jemi të devotshëm. Dhe ky udhëzim paksohet nëse ne neglizhojmë. Nuk përfillim, jemi mos përfillës të asaj që Allahu ka urdhëruar. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe ai do t'ju japi një dritë me të cilën do ecni. Premton besimtarët e devotshëm se Allahu do t'i japi atyre dritë. Sa kanë nevojë zemrat tona për dritë. Dritë që na mundson gjithmonë ta shikojmë të vërtetën të vërtetë dhe të gabuarën të keqen të keqe dhe të gabuar. Dritë që pasi e shikojmë të vërtetën ta zbatojmë dhe pasi ta shikojmë të keqe t'i largohemi prej saj. Çështja e 6. Për mirësisë së Islamin dhe pasuesve të tij është se Allahu i fal ata. Ka premtuar falje gjunahesh për ata. Çdo pirje atemit është gabimtar. Gabimtari më i mirë është ai i cili pentohet. Qoftë ai i cili ja njeh gjunahet vetes tij, bën gjunahe dhe është i vetëdish. Qoftë ai i cili është shumë i ruajtur, prap gjunaqar është. I mangët është. Ne kur falim namazin, çfarë themi pas namazit? Themi astaghfirullah. Allahu na fal. Përderisa njeriu sa do i devotshëm të jetë, zemra e tij është gjithmonë e përgjëruar. Është e përulur. Nuk është që vetë pëlqen vetja e tij, i pëlqen vetë. Gjithmonë shkon tek Allahu i përulur. Sikur t'i fali 5 namazet tek birin e parë në xhami. Sikur të fali 5 orë namaz natë. Sikur mos lej ditë pa agjëruar, ditë po i ditë jo. A ka dikush thotë unë jam tani kam arrit. S'kam gjuna. Jam i plot. Ka dikush më ta thotë tani për besimtarëve? Kurr. Besimtari i mirë, sado ai të afrohet tek Zoti me punë të mira, ai gëzohet për atë që Allahu i dha sukses, por se në njëjtën kohë ai shikon vetëm të mangët para Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithmonë kërkon më të mirën. Dhe gjithmonë ai kërkon faljen dhe mëshirën e tij. I thot Aisha radhiyallahu anha, Profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe ti do i hysh në xhenet me mëshirën e Allahut, nëse të ka mëshirën e Allahut, edhe unë. Edhe unë. A ka dikush që e fiton xhenetin nga merita e tij? Se e meritoj? Ne përpiqemi të punojmë punë të mira, të cilat janë shkak për të arritur mëshirën e tij, mëshirues. Dhe gjithmonë mëshira është më e madhe se sa drejtësia e tij, pra ose hakmarrja e tij, ose zemërimi i tij. Mëshira ime ka kapluar zemërimin tim. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe ju fal juve. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Surja Hadid ajeti 7. Të dashur vëllezër, kjo çështja e 6 kemi për qëllim faljen e gjunaheve dhe shumë fëshimin e punëve të mira. Ky umet është umeti i cili ka më pak punë, pra i shkërkuar atyre më pak punë. Edhe moshat e këtij umeti janë më të pakta. Por se Allahu i madhëruar, siç janë për shembull 10 ditët e Dhulhijhes,
nata e Kadrit, ka mundësuar punë të mira për këtë umetin e fundit në kohë, po dhe merrni më pas të parë ditën e gjykimit. Të parë që do llogariten. Parë që do shpërblehen, do hyjnë në xhenet. Ky umet. Me pak punë ka shumë shpërblim. Me pak jetë ka shumë shpërblim. Ndërsa popujt e kaluar kanë pasur jetë më të gjatë, i është kërkuar atyre më shumë punë. Allahu zgjedh, i jep përparësi ku doj ndaj krijesave të tij dhe çdo kush do marri atë që Allahu ka caktuar. Çështja e 7. Përmirësisë e Islamit ndaj pasuesve të tij është në ditën e gjykimit, ata do jenë të parët. Do jenë të parët të cilët do qetësohen nga tmerrja e saj. Do jenë të parët që do llogariten, do gjykohen, të parët që të kalojnë urën e Siratit, parët që do hyjnë në xhenet. Ata janë të fundit në kohë, ata që thash pak më parë, porse ata paraprin të gjithë popujt që kanë kaluar. Veprat e tyre peshon të parat e këtij umeti. Llogaritën të parat, sepse ditën e gjykimit, vetë qëndrimi, presësh, është një nga llojet e dënimeve, sikleteve. Pra, në varësi të gjunaheve tona. Çdo kush ka atë, si thosh, përjetimin e vetë veçantë. Çdo kush ditën e gjykimit, Allah na lehtësoft, ka përjetimin e tij të veçantë, mbas kujt? Besimit dhe punëve të tij. Hadithin ju e dini, në gjykimit afrohet dielli 1 milje, ka për tyre që djersa mbulon deri në kyç, deri në gjunjë, deri në breth, deri në gjoks, ka për tyre që hidhen i mbulon djerset. Dhe një lloj imagjinata tani një mendim për dynja djerset mbulon ty, ç'do të thotë siklet, dënim. Pritja dhe aq e vështirë, aq e sikletshme, sa banorët që do jenë në vendin, në tokën e llogarisë, do shkojnë ke profetët, i kërkojnë ndërmjetësim. Ju e dini, hadithi që tregon se profetët ndërmjetësojnë pra për popujt e tyre, ose hadithi që tregon pra që kush është profeti i cili Allahu i ka dhënë që do ndërmjetësoj për fillimin e llogarisë. Shkojnë ke Ademi, thotë, nuk jam për të, thotë, nuk jam për këtë unë, nuk takon mua. Shkojnë tek Nuhu, jo, shkojnë ke tjerë pas. Shkojnë ke Ibrahimi, shkojnë tek Musai, tek derisa thënë, për këtë është kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mbusjesh i vllai. Allah shpërblet nga dashuria që pati për të dërguarin e Allahut. Ai sa e kuptova unë. Edhe është vërtet, ne e duam, buron dashuria për Islam, buron çdo ka hadith, ka njerëz që s'kam parë, po më duan. Ata janë vëllezërit e mi, që është lutur për ne. Në këtë siklet të madh, ata që do shpëtojnë të parët janë umeti i fundit. Kjo tregon për vlerën dhe mirësitë e shumta dhe të mira që ka kjo fe. Pra, ky umet që mbarti të Islam, këtë Islam i cili erdhi pra në këtë dispozita, në këtë formë, erdhi i dërguar i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thuhet që gjithmonë veprat të cilat i vepron ky umet janë të pakta, po shumë fishosh shpërblimi i tyre. Po edhe brenda, ne kemi thënë dhe brenda kësaj bashkësie, këtij umeti, sa më të jenë punët afër sunetit, aq më shumë shpërblehen. Edhe nëse puna është e pakët. Është shprehja se levdhe, një punë e pakët dhe e vogël, por shpërputhje me sunetin,
shpërblet shumë thjesht se sa një punë që është e madhe, është përpjekur personi shumë, është lodhur, por se është në çfarë? Në kundërshtim me sunetin. Prandaj duhet të dimë që shpëtimi dhe e mira në dunja dhe në ahiret arrihet duke e zbatuar këtë fe, duke pasuar këtë fe, dhe duke pasuar brenda kësaj feje rrugën profetike. Prandaj besimtari nuk arrin dot ta pasojë këtë fe, ashtu siç duhet, dhe sunetin, nëse ai nuk di cila është feja që Allahu do në realitet. Nëse ai nuk mëson. Allahu i madhëruar zbrit të fen Kur'an dhe në sunet, në rrugën profetike, në traditën profetike. Nëse ne duam shpëtimin në dunja dhe në ahiret, është detyrë për ne të lexojmë, të mësojmë. Atë që po bëjmë dhe inshallah Allah na bëft me xhlis të tubim, me xhlis të dijes, së dobishme, dhe të na japë atë që ka premtuar në fjalën e tij dhe në fjalën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra të mësojmë cili është Islami i vërtet, sepse sot për shembull ka pretendime të shumta, ka grupe të shumta. Pra ka sekte të shumta. Thot dikush që s'di sa ka hyrë në Islam, ai hoxha atje thot shumë, ose ai sekte thot shumë. Por cila është e vërteta? Kërkon mësoj. Kërkon timin sinqert, mos timin fanatik të dikujt. As të ndikim interesin, as servilet të dikujt. Po t'jemi gjithmonë pasues të vërtetës së drejtës, duke shpresuar që Allah të na udhëzojë tek e mira, t'ia qellojë të vërtetës. Pra duhet mësuar suneti, duhet mësuar Islami rreth suneti i vërtet. Në mënyrë që ne të jemi për atyre që pasojnë të Islam të vërtet dhe të sunet të vërtet dhe të arrijmë shpëtimin, të arrijmë fitoren në dy botrat. Dhe Islami ndahet, mund ta ndajmë në dy kategori ose dy pjesë. Çfarë janë çështjet që lidhen me besimin, çështjet e besimit, dhe çështjet që lidhen me dispozitat, haram, e lejuar, e ndaluar, kamata çfarë është? E lejuar, e ndaluar. Alkooli si është? E lejuar, ndaluar. Me pi gotë vogël. E ndaluar është. Me shiderit, pak fare. Lejohet, ndalohet. Zinaja ose bashkëtesa ndaluar. Se nuk ndërtohet mbi një martesë saktë vërtet në kushte. Tanë dispozita. Dhe ne e mësojmë këtë fe dhe e zbatojmë dhe i përmbahemi në dy aspektet. Akiden e besojmë, e pranojmë, e duam, ndërsa ligjet i besojmë si të vërteta, si të drejta dhe i zbatojmë. I bëjmë pra të jetës sonë, i jetësojmë. Pra ne thot Allahu Azza wa Jall, dhe fjala e Zotit tënd u plotësua me të vërtetë dhe drejtësi. Nuk ka kush që i ndryshon fjalët e tij. Komentatorët e Kuranit përmendën këtë ajet kuranor që thot me të vërtetë dhe drejtësi, me të vërtetë në lajmet që Allahu na ka lajmëruar. Kur ai përshkruan veten e tij, kur na mundson të njihemi me të, kur na mundson na lajmëron për pejgamberët, për engjëjt, ose hadithet që flasin për besimin në Allahun, në pejgamberët, engjëjt, libra, ne çfarë bëjmë të lajme? Besoj që janë të vërteta, të drejta, pa të vërteta, më falni. Ndërsa kuptimi i fjalës, pra dhe drejtësi, ne besojmë që çdo ligj, çdo dispozit, çdo normë që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet është e drejtë. Është e drejtë, nuk ka zullum, as pak. Në çdo dispozit që Allahu i madhëruar ka zbritur për ne që t'i përmbahemi. Pra nëse ne i përmbahemi tyre dispozitave
përmbahemi i përmbahemi fjalës së Allahut në atë që ka lajmëruar Allahu i Madhëruar dhe në atë që ka ligjësuar, atëherë ne do përfitojmë nga ky shpëtim, do përfitojmë nga kjo fitore. Por në varësi të kujt? Përmbajtjes, zbatimit. Dhe Allahu i Madhëruar tregon që njerëzit ndahen në 3 lloje, në 3 grupe. Në varësi të kujt? Përfitimit nga kjo mirësi, në varësi të kujt? Të zbatimit. Allahu Azza wa Jall, pastaj ne u dham librin si trashëgimi atyre që i zgjodhëm nga robërit tanë. Për atyre ka që i bëjnë padrejtësi vetës tyre. Për atyre ka që janë të mesëm dhe për atyre ka që garojnë në të mira. A do të cilët janë për atyre që i bëjnë padrejtësi vetës tyre, janë të cilët bëjnë pjesë detyrave, lënë një pjesë. E kanë besimin, e kanë pranuar të vërtetën, po në lidhje me detyrat, me detyrimet, që Allah ja ka bërë detyra atyre, ata zbatojnë një pjesë. Dhe një pjesë e lejnë, e praktikën. Dhe nga gjunahen nga haramet, i largohen një pjesë dhe bëjnë një pjesë tjetër. Dhe ata që janë në këtë gjendje se ka kuptuar rëndesën dhe të keqen e veprave të tyre. Prandaj nefsi i tyre i dobët dhe i keq ja zbukuron dhe shejtani i mallkuar në krahun e tij ja zbukuron të keqen dhe ja lehtëson, ja bën të lehtë dhe se kupton rëndesën e të keqes që ata veprojnë dhe dënimin e të mërshëm që ka personi në ahiret. Nëse Allahu nuk ka falë të gjunahe, është i kërcënuar. Çdo gjuna që Allahu ka ndaluar, çdo haram që Allahu ka bërë haram, ka ndaluar dhe personi e vepron, është i kërcënuar me dënim. Dhe çdo detyrë që Allahu i Madhëruar e ka bërë detyrë që ta veprojë, dhe nëse edhe personi atë kërcënohet prapë me dënim. Kemi 2 kuptime. Kuptim që arrin personi ta kuptojë realitetin e asaj që bën punës së tij, që në dynja, qoftë dhe pak, por i mjafton ta kuptojë, ta besojë dhe ky kuptim, kjo dije e frenon nga të këqijat ose e nxit për të mirat. Dhe ka njohje dhe kuptim që ai të ta kuptoj ditën tjetër, ditën e gjykimit, botën tjetër. Kur personi kupton realitetin e vërtet të punëve të tij, kur shikoj zjarrin, kur shikoj xhenetin, kur ta shikoj me sytë e tij vërtetësinë e zjarrit, xhehenemit dhe vërtetësinë e xhenetit, dhe kuptoj rëndësinë dhe madhështinë e asaj që Allahu ka urdhëruar. Kur të afrohet zjarri, për të cilët transmetohet në gjykimit, s'do ketë profet që s'do bin gjunjë e të thot çdo kush për tyre profetët, selim, na shpëto, Zot, na shpëto. Madhështia e asaj që të shikojnë njerëzit në gjykimit, edhe profetët di shikojnë punët e tyre shumë të vogla. Prandaj ai i cili neglizhon është mospërfillës së asaj që Allahu ka urdhëruar, ai nuk e kupton rëndesën asaj që po bën, peshën e madhe. Por se në momentin kur një shikoj dënimin, a vlen? Vlen? Asgjë s'vlen aty. Nëse ka origjinën e besimit, atë është në mëshirën e Allahut. Por se besimtari friksohet gjithmonë, shpreson mëshirën e tij, por se friksohet. Dhe prandaj, nëse shpresat ke mëshira e Allahut është shkak që ti devijosh, duke neglizhuar, atë kjo nuk është mëshirë e saktë. Pra nuk është shpresë e saktë për tek mëshira e Allahut azza wa jall. Edhe një herë përsëris.
Ajo shpresë e cila ti shpreson tek mëshira e Allahut, është shkak që ti të devijosh dhe të zhytesh në gjunahe, duke më thënë që Allahu do më fali, është mëshirues, atëherë kjo shpresë është jo e saktë, jo e duhur, jo e mirë. Frika dhe shpresa janë të domosdoshme për besimin. Nëse të dyja janë në zemër, e afrojnë robin tek Allahu, jo e largojnë. Prandaj rëndesa e madhe do shikohet ditën e gjykimit, e madhja. Por se sahabët veçoheshin që i besonin aq fort tekstet e Kuranit dhe Sunetit, sa çfarë? Sikur e shikonin. Prandaj ihsani, grada më e lartë e besimit, çfarë është? Ta adhurosh Allahun sikur? Shikon. Dhe kujtohet a historia e sahabëve në luftë. Luftën e Uhudit nduket, nëse s'ka bëj, kur ngjoj hadithin që xheneti është në nënhirën e shpatave. Pra mes përplasjes. Po jo që urma që bëhante, i hodhi. Atë ishte aq përplasje e fortë, sa kush futesh britesh. Aq e fortë, ishte kështu 100%. I tha sahabi tjetër që ishte në gradë më të lartë fakt se ky sahabi i ri. Dhe ku shkon? Si më men emrat. Për të ardhur keq, Allahu më fal. Thot, o fulan thot, unë e ndjej erën e xhenetit para Uhudit. Për bindje e fortë në atë që lajmëroi kush? Profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo i bën ato sahab, ato shoqëri të veçantë, speciale. Aq të veçantë, aq dalluar. Prandaj besimtari duhet të kuptoj, muslimani i sinqert, që nëse ai prek kufit e Zotit, nëse ai neglizhon atë që Allahu ka urdhëruar, është shumë e rëndë, peshon. Dhe duhet përpiqet ta ndjej rëndesën dhe peshën. Dhe kjo rëndesë që ai ndjen dhe peshë, ti çka që të ndohet dhe ndryshoj për mirë. Dhe mos presi atë që Allahu i mundson njeriu ditën e gjykimit të njihet tamam, duke i parë atë. Se më pas nuk ka vlerë, kur i kem perdje. Shkalla e dytë është, pra ky i pari përfiton pak për mirësive, thënë dietarët. Ky i cili është i padrejtë ndaj vetes. Të mesmit janë të cilët i largohen gjuna. I bëjnë detyrat, bëjnë një pjesë prej qyshmeve, dhe bëjnë një pjesë gjithashtu prej papëlqyeshmeve. Dhe të janë gratë mirë. Më të mirë se këta janë ato që garojnë jo tek vetëm tek detyrat, garojnë tek pëlqyeshmet. Garojnë tek pëlqyeshmet dhe janë në gradë më të lartë. Dhe këta përfitojnë më tepër. Dhe këta përfitojnë më tepër për të mirave dhe mirësive të Islamit në këtë dynja dhe në botën tjetër. Kjo ishte mësimi për sot. Lutem Allahun e madhëruar ta bëj për atyre që marrin mësim për asaj që dëgjojnë nga fjala e Allahut të madhëruar dhe fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Allah na bëf për atyre që fjala e tyre nuk bie kundërshtim me punët e tyre. Allahu na fal gjunahet tona, gabimet tona. Allahu e bëf të mbledhje që patëm sot të tubim që ne janë falur gjunahet, jemi të mëshiruar dhe Allahu na dhon shpërblimin më të mirë prej tij. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.